Pas ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve, më datë 7 janar 2026, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, në koordinim me sektorin për punë të brendshme Shkup dhe njësinë për krimin ekonomik, sektori për krimin e përgjithshëm dhe të dhunshëm pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë zbardhur 3 vepra penale, mashtrim dhe një mashtrim në tentativë. Me këtë rast, në Shkup është arrestuar AJ 23 vjeç nga Shkupi. Sipas raportit, e njëjta ka postuar një shpallje në rrjetet sociale se jep banesa me qira në Tetov dhe përmes telefonit i ka bindur personat e interesuar që të paguajnë mjetet financiare në një llogari bankare ose t'i dërgojnë të njëjtat me zarf në Shkup përmes shoferëve të autobusëve. Po ashtu ajo ka mashtruar edhe një person gjatë pagesës për rezervim në një hotel në Ohër. Ndërkohë, pas kontaktit të realizuar me një person të tretë nga Tetova për dhënien e një banese me qira, ky i fundit ka raportuar rastin në sektorin për punë të brendshme Tetov. Policia, në koordinim me njësinë për krimin ekonomik, ka dërguar një zarf të zbrazët përmes një shoferi autobusi dhe pasi e dyshuara ka ardhur tek shoferi për ta marrë atë, e njëjta është arrestuar. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj saj do të parashtrohen kallëzime përkatëse.